Përshëndetje, tema mësimore për sot është krijimi i klasave në Java. Kemi kaluar në një kapitull të ri, që është programim në Java. Rezultatet e të nxënit: identifiko konceptin e klasës në Java, deklaro fushat përkatëse, ndërtoj një aplikacion të vogël në Java. Fjalët kyç, class, field, main method. Java. Java është një gjuhë programimi indipendente nga platforma. Java kompilon files së programit në një gjuhë që quhet bytecode, e ndryshme nga gjuha e makinës ku mund të ekzekutohet programi. Bytecode në momentin e ekzekutimit të programit interpretohet nga Java Virtual Machine. Gjuha programuese Java është zhvilluar nga kompania Sun Microsystem në vitin 1991 nga ekspertët e Sunit. Java është krijuar për të bërë programe të vogla dhe efikase për pajisjet dhe platforma të ndryshme. Edhe pse Java nuk kishte një sukses të madh në komercializimin, ajo sot përdoret në shumë pajisje të ndryshme, siç janë telefonat celular smartphone, PDA, personal digital assistant. Java është dizajnuar për qëllime të përgjithshme. Ajo sot më së shumti përdoret në aplikacionet e biznesit. Por kjo nuk do të thotë që Java nuk mund të realizojë aplikacione të tjera, si për shembull të shkencës ose teknologjive të tjera. Java është gjuhë vetme deri më tani, e cila ka aftësinë për të ekzekutuar të njëjtin kod në të gjitha platformat apo pajisjet. Java aplikacion, të cilën ne e përdorim në sistemin operativ Windows, të njëjtin ne mund ta përdorim dhe në sisteme të tjera siç mund të jetë Linux, Solaris, Unix apo Macintosh. Java ka një performancë të lartë si gjuhë programuese. Java është gjuhë programimi i orientuar drejt objekteve. Një objekt është një bashkësi atributesh dhe funksionesh që përcaktojnë statusin e tij. Ne kemi folur pak për atributet dhe në programe të tjera, të cilat janë cilësi për çdo element. Nëse ne do kishim si klasë studentët, atëherë atributet në lidhje me studentët do të ishte emri, mbiemri, lënda, mosha, mesatarja e të tjerë. Klasat në Java janë prototipe objektesh, struktura të dhënash që përcaktojnë atributet dhe funksionet e një tipi të caktuar objekti. Një klasë, pasi përcaktohet, mund të instancohet duke krijuar një objekt. Programimi në Java përbëhet nga dy pjesë të rëndësishme: programimi i klasave të projektuara nga vetë programuesi dhe përdorimi i klasave të bibliotekave të Javës, siç janë Application Program Interface. Klasat në Java. Programet në Java përbëhen nga pjesë të cilat quhen klasa. Klasat përbëhen nga pjesë që quhen metoda, të cilat kryejnë detyra të caktuara dhe kthejnë informacionin kur i përfundojnë ato. Java të jep mundësinë të programosh çfarëdo pjese që mund të nevojitet dhe kur ju formoni një program. Të gjithë programuesit në Java preferojnë të mos e programojnë çdo gjë nga zeroja, por të shfrytëzojnë koleksionin e pasur të klasave ekzistuese në Java, Class Library, pra bibliotekën e klasave të Javës, që njihet gjerësisht si Java Application Programming Interface. Metodat në Java. Metodat është ajo që quhet funksion në gjuhët e tjera të programimit, kur ajo kthen një vlerë të caktuar. Me pak fjalë, brenda një metode ne përcaktojmë atë që duam të ndodhë me objektin kur kjo metodë ekzekutohet. Kemi marrë dhe një shembull, kemi deklaruar tipi të dhënave klasë, që në këtë rast janë publik. Kemi sistemin void, funksionin void, i cili në këtë rast do përdor një metodë statike. Informacioni që do të printohet do jetë hello world, pra system out. Do shikojmë që do përdorim si element kryesor madhësit string brenda këtij programi, që madhësit string e dim që janë alfanumerikët, dhe rezultati do të jetë hello world. O ta shikojmë të aplikuar të ushtrim në një nga platformat që ne mund të përdorim qoftë online të programit dhe ekzekutimi i tij pasi ne kemi parë që kompilimi, pas procesit të kompilimit, që nuk kemi asnjë gabim. Këtu kemi dhe 3 ligje kryesore që ju mund t'i përdorni në rast kur doni të përdorni Java online. Faleminderit.